Ibn Abbas i thot, Allahu Gjelleshanu i regjistron edhe fjalë të thjeshta, të cilët janë hangra, piva, shkova, erdha, bona, atë, këtë, çdo fjalë ti çka e fol, Allahu Gjelleshanu ti regjistron. Andaj, këshilla e pejgamberit alayhi salatu wassalam, këtij sahabi çka i thot, mos fol diçka që nesër kimi ra pishman. Pra, por çka duhet me fol? Duhet me fol sikur thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është ajo parulla e çdo muslimanit. Ndoshta ne këto ki grup iniciativa e kanë shpërndar një flet. Çka ke ajo? Mos bën ndalot për gujimi. Ndoshta e kena ngjit vetëm na për mura, ama ndoshta dikush edhe s'ka marrë tërbije pi asaj. A thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, men kana yu'min billahi wal yawmal akhir falyakul khayran aw yasmut. Kush i beson Allahut dhe ditës së gjykimit, thot ose le të fol fjalë të mira, ose le të fol fjalë të mira, ose le të hesht. Ma mirë është me hesht. Nëse s'ki di çka thush, fjalë të mira hesht, sepse është një prej sebepeve që njeriu në shtin xhenem mos gjua, sikur se pejgamberi alayhi salatu wassalam i thot Muadhit, o Muadh, Muadh ibn Jabal, thot o Muadh, apo do me ta dhon një këshill shumë të madhe. Thot cila është ajo këshill? Thot ruju për kësaj gjuhës. E ka dhe e kap me gishta, thot ruju për kësaj gjuhës, sepse shumica e njerëzive kanë me shku në xhenem për shkak të gjuhës. Apo Muadhi thot, Muadhi ibn Jabal thot, ja Rasulullah, edhe për këtë ne kena mu përgjigj, thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, thakulet ka ummuka ya Muadh. Me e përkthi bukfalisht, nona o Muadh pas ka marrë për strandi. Domethënë ti s'pas ke marrë vesh, ama qëllimin e ka Allah ta zgaft jetën, Allah dash bereqet jetën tënde, o Muadh, sepse shumica e njerëzve që kanë me shku në xhenem është për gjuhën. Edhe ka për gjuhën, thot shumica e njerëzve që kanë me shku në xhenem është kjo. Se është hadithi tjetër, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nëse një fjalë e fol, edhe është Allahu Gjelleshanu razi, ka mundësi që për çat fjalë Allahu me ta bën nasip xhenetin. Edhe e kundërta, nëse një fjalë e fol që Allahu nuk është razi, për çat fjalë me shku në xhenem 70 vite. 70 vite për një fjalë me shku në xhenem, për një fjalë që nuk është Allahu Gjelleshanu razi. Që nuk është Allahu Gjelleshanu razi. Për këtë shkak, do të thonë nasihat është për çdo musliman. Ndalot gibet, ndalot përgojimi. Ose fol fjalë të mira, merre këtë si rregull, ose mos fol hiç. Mos fol që nesër kemi u pyet, ndoshta kemi ra pishman. Andaj nëse shohim sot, domethënë këto telashe, këto probleme. Çka bën sot vrasjet, apo shumica domethënë e vrasjeve sot, shumica e vrasjeve në Maqedoni, apo mboç për çfarë bëhet? A bëhet për shkak se ti ja ke zënë rrugën? Se para më dikush ja zën rrugën, apo dikush ja mshon me kë, edhe del nëse i thu që më fal. Edhe i ta fal, shumica për njerëzve thot tamam, okay. Po nëse ti jam shon me kërë edhe janis me e sha, a thu që ta fal atë gabim? Çka thot ti? Edhe ka batli edhe janis me më sha. Shumica e telashe vin për kësaj gjuhës. Se nuk vjen kërkush me të vra për 1.000 euro, për 500 euro. Vjen me të vra për shkak se ti ja kisha nonën, ja kisha babën, ja kisha e ke ofendu edhe kështu me radhë. Për këtë shkak hadithi nasihati pejgamberit, mos fol diçka që nesër kemi ra pishman. Për këtë shkak domethënë fal ose fjalë të mira ose